Hoxhë i nderuar, feja jon na mëson që t'jemi të drejtë edhe me kundërshtarët. Çfarë thon citatet fetare për këtë fakt? Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që të marrim drejtësi dhe që të jemi të drejtë. Dhe padyshim që citatet fetare që urdhërojnë për drejtësi përfshin si drejtësinë me ata që i duam, po edhe me drejtësinë me të tjerët. Të jemi të drejtë me miqt, po edhe me kundërshtarët tanë. Allahu i lartësuar thonë në Kur'an: La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Mos u shtyj urrejtja e ca njerëzve që të mos marrni drejtësi me ta. Duhet me qenë i drejtë qoftë edhe me kundërshtarin. Ti jesh i paanshëm edhe kur është fjala për t'i dhënë hakun kundërshtarit, edhe kur është fjala për gjykuar për një kundërshtar. Sillet në një tregim se profeti e kishte çuar njërin nga shokët e tij, Abdullah ibn Rawaha, e kishte çuar me një mision për të llogaritur produktin bujqësor të çifutëve, hebrejve. Sepse ishte një marrëveshje gjysmatarie mes muslimanëve dhe çifutëve, dhe ai u dërgua me këtë mision. Çifutët deshin që t'i jepnin rishfet, ta korruptonin, që ai t'i favorizonte. Por ai u dha një mesazh shumë të qartë dhe u tregoi që kur nuk mund pranonte rishfet dhe nuk mund gjykonte në mënyrë të padrejtë. Edhe pse unë po visa te ky, tha, ke një njeriu që e dua më shumë, dhe u përmendi faktin që ata ishin kundërshtarë të tij. Pra hebrej janë kundërshtarët tonë fe. Dhe po vinte të gjykonte dhe të bënte llogarinë nisur nga njeriu që e doshte më shumë nga profeti Muhammed. Megjithatë, tha, unë nuk mund të lë drejtësinë. Unë do të jem i drejtë me ju. Atëherë çifutët thanë: Bi hadha qamet as-samawati wal ard. Mbi këtë bazë janë ngritur qiejtë dhe toka. Pra duhet vendoset drejtësi, duhet bëhet drejtësi. Faktikisht çifutët e dinin që duhet bëjmë drejtësi, sepse drejtësia është përmendur edhe në librat e mëparshëm. Mirë, po ata nuk mbanin drejtësi. Ndërsa ne muslimanët e kemi një nga parimet e moralit, që të jemi drejtë, që të bëjmë drejtësi, të gjykojmë drejt, të bëjmë drejtësi qoftë edhe me kundërshtarët. Kush marr drejtësi do fitoj, do ketë mirësi të madhe. Dhe kush nuk marr drejtësi, rrezikon dënimin e Allahut të lartësuar. Edhe muslimanët që nuk marrin drejtësi, rrezikojnë dënimin e Allahut të lartësuar. Ditën e gjykimit padrejtësia do të jetë errësirë, siç ka thënë profeti në hadith: Ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Ruhuni nga padrejtësia, se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Allah të shpëleft, hoxhë i nderuar. Atëherë vëllezër dhe motra, ky ishte emisioni për këtë herë. Elus Allahun e lartësuar që të na bëjë të drejtë, ta përmirësoj gjendjen tonë dhe të na mundësoj ta arrijmë shpërblimin e drejtësisë në botën tjetër. Amin.